Shkollës model në Prishtinë. Një organizim i tillë në shkollën Çamil Batalli, siç jemi edhe tash, është bajagi me vlera, sepse në këtë organizim përveç asaj që të holla që të bëhen në këtë shitjen e ushqimit që janë përgatitur nga fëmijët në shtëpiat e tyre, nga nanat e tyre apo baballarët e tyre, kjo i bën fëmijët që me kon më social dhe me kon që me mendu për tjetër. Drejtori i shkollës Çamil Batalli dhe komiteti për organizimin e ngjarjeve, ne kujdesemi për gjitha detajet paraprakisht, pastaj vetëm organizohet dhe monitorohet. Përndryshe dita botërore e ushqimit organizohet që prej vitit 1981 dhe synon të sensibilizoj politikbërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin dhe mirëqenien e individit dhe zhvillimin e mbar kombëve.